5 minuta ko. 5 minuta? 5 minuta qarë fletë? Shaj 5 minuta që vrapit. Direkt. Pra, recetat për sot, e nisëm me pasticën, me beshamel dhe me kim. Shumë e mirë, e mpiksur, është pjekur, do të ftohet, do të kulloj për para se ne ta shijojmë atë. Qoftet me oriz dhe lëkura limoni të fermentuara. Recetat me fotot për kace, mos harroni do t'i gjeni të postuara në rrjetet tona sociale dhe në kanalin ton në YouTube. Do të përgatisim edhe një çaj me gjethet e fikut, e kemi sjell erpasere disa të mira të natyrës, të neglizhuara, të harruara, por që kanë benefite. Heqim bishta. Në përobore t'i gjeni gjethet e fikut. Dhe janë shumë të mira në gatim. Dhe nesër e fjale që nesër do gatuaj gjethet e fikut. Nesër. Po i bën sot në një çaj apo jo? Çaj sot. Vendos ujë. Dhe gjethet i lë të zihen. Më fal pak. Përsa, si puna të çajrave që përdorim. Të çajrave të ndryshëm. Po. Derisa këto fillojnë dhe lëshon atë lëngun pak të ngjyrosur, pra uji deli ngjyrosur. Mos pretendoni që të dali i zi. Thjesht merr atë ngjyrën kafe të hapur. Shumë mirë ne mund ta shoqërojmë me lëngun e limonit, sikurse edhe me mjalt që ka sheqer natyral. Po dhe mjaltin, jo mjalt industrial. Po. Këtu është problemi i mjaltit industrial. Ku ta zgjedhim më të mirë, nëse shkon shumë me të luleve, faktikisht. Mjalti shumë lulesh. Mjalti shumë lulesh. Por edhe për një çaj me lëkura të limonit dhe me mjalt janë shumë të shëndetshme. Thjesht po i prekim pak në mënyrë që t'ja u rikujtojmë. Unë i prek pak, thjesht sa i përkasim kuzhinës. Dhe nuk i prek aty ku fillon dhe merr fjalën specialistët, ekspertët, të cilët deri këtu, çfarë ka lidhje me bimët? Të cilët na kanë mësuar që jap shembull ky çaj që Albana e përdor në kuzhinë për ta shijuar, sepse i pëlqen shija, aroma dhe patjetër që ka dëgjuar edhe për vlerat që mbar. Patjetër që po, patjetër mos për diabetikët, që është shumë i mirë për ekuilibrimin e sheqernave të gjakut, kolesterolin, trigliceridet, gjithashtu për mëlçin, pra janë disa përfitime që kanë. Po në moshën time këtu të gjitha radhiten. Tani po radhiten jo vetëm në moshën tënde, por edhe në moshat më të reja. Sepse jo i duhur të pra, kjo është që unë jam dërgjësuar, pra, këtë çaj diku para 4 vjetësh e kam lexuar, se normalisht puna ime kërkon që vazhdimisht të lexosh, sepse unë jam vetëm e fokusuar në kuzhinë. Dhe gjërat e tjera, po më duan 2-3 gjëra që unë të di për vlerat apo. Që kanë në një vlerë kjo gjë që ne përdorim. Çaj mos ju ndani me gjethefiku është për mishin, për peshku në tavë, te tava e baltës që përdojnë shumë shkodranët, te krapi, pra asnjëherë nuk e punojnë pa pasur gjethen e fikut. Interesante. Jep një shije shumë të veçantë edhe mishit kur ne e vëmë në pjekje. Do ta risjellim edhe në gatimet të tjera, të lumshin duar, ne përfundojmë këtu së bashku hapësirën e gatimit. Për të vazhduar më tej me rrezen ton, pas fleshit informativ, ne do të flasim për ulçerat në stomak me doktor Ylli Merian dhe disa trajtime receta bimore në kushtet e shtëpisë. Edhe një herë shihemi pas pak, nesër bashkë.